procesi i formimit të qeverisë u karakterizuar nga mungesa e theksuar e transparencës. Deputetët dhe opinioni publik nuk patën asnjë informacion paraprak për përbërjen e kabinetit, ndërsa zgjerimi i tij u bë pa një arsyetim të qartë. Në planin legjislativ janë evidentuar me 10 tentativa të përsëritura për shmangje të procedurave të rregullta nga ana e shumicës parlamentare. Në funksionin mbikëqyrës, kuvendi nuk arriti të jetë efektiv. Lidhje me raportin, nëse mundem nga ajo që tha dhe zotri Jakaj, po edhe nga ajo që çfarë kam arritur të lexoj, ndeshta disa përgjigje të shkurta për akuzat për procedurat të përshpejtuara. Qeveria dhe shumica parlamentare kanë vepruar në një ritëm të shpejt për shkak të nevojës për vendimarrje efikase dhe jo me idenë për të shmangur demokracinë. Çdo projekt ligj që ka kaluar në institucionet përkatëse dhe asnjë vendim nuk është marrë jashtë rendit kushtetues. Për kritikat ndaj transparencës së kabinetit qeveritar, qeveria Kurti ka ndërtuar qeverimin mbi bazë të besimit qytetar dhe rezultateve zgjedhore. Që nga seanca e parë u paraqit një ekspoze e cila ishte një listë, më shumë një listë dëshirash, po sikur të vinte nga dikush që vjen për herë të parë në qeveri, kish pas kuptim, për shkak se kishin pas një kryeministër të ri, i cili ka një vizion që po e paraqet apo i ka disa dëshira se çka synon me arrit mandatin e tij. Mirë, po e kishim të njëjtat premtime që ishin dhënë edhe para 6 vite kur i kishte fituar spari zgjedhjet. Dhe në atë ekspoze paraqiteshin sikur premtime të reja, pa dhënë asnjë llogari se çka u bë këto 6 vjet që nuk u realizua paktën në njëra prej tyre. Domethënë atë ditë kryeministri Kurti paraqitej sikur që të vinte për herë të parë dhe të paraqiste vizionin e tij si kryeministër dhe abstrahonte në tërësi nga ato 6 vjet që i kishte kaluar me të njëjtat premtime që i ka pasur më herët. Pra, pa dhënë asnjë llogari, asnjë përgjigje. Pse nuk u realizua të paktën një nga ato projektet e mëdha kapitale që prezantoheshin atë ditë, u shiste sikur që është një vizion i ri për qeverisjen e vendit. Dhe kjo është jo serioze. Dhe për të mbështet këtë konstatim, që është jo serioze, u pa vetëm pas ditë më pak ditë më pas kur erdhi buxheti. Asnjë nga ato premtimet e mëdha që u paraqitën në ekspoze nuk kishin në buxhet. Pra kishim një shkputje totale mes asaj që ka paraqiti kryeministri në ekspoze dhe buxhetit që e solli në kuvend për votim. Kur nuk respektohen afatet dhe iket diskutimit publik, nuk i adresohen çështjet e grupeve të interesit, e personave që vërtet preken më shumë nga këto ligje, duke i përjashtuar nga procedura e hartimit të ligjit, vërtet e ka cënuar demokracinë e kuvendit. Po edhe në shumë raste komisionet janë thirrë brenda 15 minutave që të mblidhen e të shqyrtojnë projekt ligjet për të cilat deputetët as që i kanë pas në për lexim. E krejt kjo flet vërtet për një agjendë tjetër, jo publike, që me gjas partia më e madhe ka dashur ta imponojë në kuvend. Kjo ka qenë nisja. Është nisë mrapsht për shkak se na gjithë e kemi ditë që detyra e parë është votimi i qeverisë, mirë po detyra e dytë mas pak muajve është votimi i presidentit. Edhe për gjatë kësaj kohe, pasi që është nisë mrapsht, ka ndodhur disa momente në të cilat më shumë kemi pa tendencë të dominimit të agjendës së qeverisë ndaj kuvendit, se sa rolin e kuvendit me zhblloku situatën në cilën ne u ballafaqojmë dhe që ballafaqohen qytetarët. Nëse bëjmë një analizë të kësaj legislature, janë 2 momente historike në thojza parlamentare. Para kjo është legislatura më e shkurtë në historitë të Kosovës. Edhe dyta është legislatura që mas shumë t'i ka kërkesa për seancat jashtëzakonshme shumica. Në të kalumen, domethënë në historinë parlamentare, i ka pasur opozita.